Edhe mbledhja e dytë e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për vitin 2026 ka dështuar të zhvillohet normalisht për shkak të mungesës së kuorumit ligjor. Mbledhja ishte planifikuar të shqyrtonte raportin e politikës monetare për tremujorin e parë të vitit dhe të merrte vendimin e radhës mbi normat bazë të interesit. Bllokimi lidhet me përfundimin e mandateve të 6 anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës në fund të dhjetorit 2025 dhe moszëvendësimin e tyre në kohë. Si pasoj, takimi u reduktua në një seancë informuese mes 3 anëtarëve të mbetur, e cila nuk kishte kompetencë për marrje vendimesh. Sipas njoftimit të Bankës së Shqipërisë, gjatë këtij takimi u diskutuan zhvillimet e fundit ekonomike dhe monetare, si dhe u mor informacion mbi administrimin dhe veprimtarinë e institucionit, por pa miratuar asnjë vendim. Çështjet e planifikuara për vendimmarrje janë shtyrë për mbledhjet e ardhshme. Ndërkohë, procesi i plotësimit të vendeve vakante ka nisur me vonesë. Kuvendi i Shqipërisë ka zhvilluar seanca dëgjimore me kandidatët, ndërsa Këshilli i Ministrave nuk ka dorëzuar ende propozimet e tij. Në rastin më të mirë, Këshilli Mbikëqyrës pritet të plotësohet dhe të rifillojë funksionimin normal në mbledhjen e radhës, të parashikuar për 4 mars 2026.